Plani i mobilitetit për të gjetur zgjidhje në kaosin në komunikacion në Tetov është prezantuar nga ana e Institutit INSI nga Kosova. Ekspertët thonë se problem ka në pothuajse të gjitha akset rrugore, ndërsa ata thonë se bashkë me planin general urbanistik mund të gjendet zgjidhje konkrete dhe janë duke punuar në atë drejtim. Sipas kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ky është realiteti ku jetojmë dhe në bazë të këtyre analizave do të gjendet një zgjidhje. Por ajo që është me rëndësi që jemi në fazën e parë ku sot u prezantuan gjetjet të cilat kanë dalë nga gjithë kjo analizë fillestare, me të cilat në fakt ne jetojmë, por kjo është me numra dhe me statistikat të cilat kanë dalë nga analiza e deritanishme bazuar në metodologjinë shkencore apo në software-et më moderne të cilat ekzistojnë. Për matjet e para si të trafikut, por edhe planimetrisë së qytetit, Instituti INSI i Prishtinës ka përdorur kamera digjitale, por edhe matës së mençur për hyrje-dalje të qytetit. Në Tetov problem janë 5 rreth rrotullime, të cilët as pak nuk e lehtësojnë komunikacionin, ndërsa hapja e bulevardeve, rrugëve të reja shihet si një zgjidhje për të zbutur kaosin. Analiza gjendjes e cila na tregon se ka mbi ngarkesë, qoftë në udhkryqe, qoftë parkingje, qoftë parkingje zonale, të mos zbatimi i planit general të parkingjet në bloqe, parkingjet në garazha dhe edhe probleme tjera që janë identifikuar edhe që shpresojmë në një të ardhme të afërt do të marrin disa orientime cilat mas aprovimit të dokumentit të karakterit obligativ për qytetin e Tetovës. Plani i mobilitetit të qëndrueshëm urban pritet të jetë gati brenda 6 muajsh bashkë me propozimet konkrete, ndërsa një periudhë më e gjatë do të nevojitet për planin general urbanistik. Ndryshe, sipas të dhënave në Tetov, ka 52.000 vetura të regjistruara dhe është qyteti i dytë pas Shkupit, ku ka mbi ngarkesë të madhe në trafikun rrugor. Situata bëhet më e tmerrshme në komunikacion gjatë periudhës së verës, kur dyfishohet numri i automjeteve në rrugët e Tetovës. Ekspert të planifikimit dhe njohës të rrethanave urbane, disa herë kanë shprehur mendimet se zgjidhja më e mirë do të ishte që të ndërtoheshin edhe nënkalime, që të mos krijohet kaos në pjesën qendrore, ku janë të koncentruara shumë institucione dhe i tërë fokusi i trafikut është në këtë pjesë.